Trafikimi me qenjet njerëzore nuk është preokupim i vetëm i një shteti, por i mbar botës dhe në këtë drejtim, muaji janar është pallur muaj kombëtar i luftës kundër trafikimit me qenje njerëzore nga ana e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Me këtë rast, ambasada e Amerikës në Shkup përmes zyrtarëve të saj politik organizon debate, prezantime në lidhje me këtë dukuri. Në këtë drejtim, ish-ligjërata e zyrtarit politik në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Shkup, Scott Vinton, që u mbajt në këndin amerikan në Tetov. Sonte jemi tubuar së bashku me një përpjekje të përbashkët ndërmjet ambasadës së Amerikës, organizatave qeveritare dhe agjencive shtetërore për të diskutuar rreth problematikës së trafikimit të qenjeve njerëzore në Maqedoni. Këto aktivitete mbajnë vazhdën e aktiviteteve tona gjatë muajit kombëtar të shpallur nga presidenti i SBA-ve Barack Obama për luftën kundër skllavërisë dhe trafikimit të qenjeve njerëzore. Kemi organizuar aktivitete të këtilla panele diskutime në Maqedoni rreth ngritjes së vetdijes rreth çështjes së trafikimit të qenjeve njerëzore. Ky është një krim i tmerrshëm, për shumë kohë nuk është folur dhe qëllimi është që të ngritet vetdia për këtë problematikë, tha Scott Vinton. Ai tha se ky është një aktivitet dhe një përpjekje e përbashkët për të luftuar këtë dukuri në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare, të cilat veprojnë në nivel lokal dhe qendror. Ne mundohemi që të shtrim dorën e bashkëpunimit sa më shumë të gjithëve dhe mos përqendrohemi vetëm në qytetin e Shkupit, gjithsesi bashkëpunojmë me organizatat e pushtetit vendor dhe organizatat jo qeveritare në nivel lokal dhe sigurisht se ne bashkëpunojmë me këto organizata për një qëllim të përbashkët, është luftimi i trafikimit me qenje njerëzore, tha Scott Vinton, zyrtar politik në ambasadën e SBA-ve në Shkup. Në prezantimin e tij, ai është fokusuar në ngritjen e vetëdijes së trafikimit me qenje njerëzore në Maqedoni.